Gjykata penale ka caktuar masën e paraburgimit 30 ditor për 9 të dyshuar, për 5 të tjerë masa e arrestit shtëpiak, ndërsa për 9 të dyshuar të tjerë ka caktuar masën e detyrimit për t'u paraqitur në gjykat dhe u janë marrë dokumentet e udhëtimit. Që të gjithë dyshohen për keqpërdorime në lidhje me procedurat për dhënje të ndihmës financiare për kujdes ndaj tjetrit, por edhe pensionit invalidor. Sipas organit të akuzës, në këmbim të rishfetit, qytetarë të caktuar kanë marrë ndihmë financiare nga shteti nën arsyetimin se po kujdesen për një person të sëmurë. Grupi në këmbim të parave ka nxjerrë në pension invalidor edhe 2 persona të shëndetshëm, ndërsa një i dyshuar tjetër vazhdon ende të jetë i pakapshëm për organet e rendit. Në hetimin e prokurorisë janë përfshirë 49 persona, në mesin e të cilëve pacient, mjek am, specialist, avokat e zyrtar të institucioneve shëndetësore nga Shkupi, Velesi, Tetova, Gostivari dhe disa qytete të tjera. Gjatë aksionit policor, 2 ditë më parë janë sekuestruar 110.000 euro, 65.000 denar, telefona celular, fletore ku ka të dhëna për bozhli dhe dokumente të ndryshme mjekësore dhe faksimile.